Ju përshëndes të gjithëve. Ore, ju besoni në syrin e keq? A ka njerëz që me forcën e tyre të bëjnë që ti të ndodh diçka, ose a ka forcë të mbinatyrshme, pra që bën që të ndodhin gjëra, sepse për syrin e keq flitet jo vetëm në troje shqiptare, por në të gjithë botën. Dhe pyetja ime është, a ekziston syri i keq? Unë do t'i tregoj historinë time, më ka ndodhur parmbrëm, në fakt jam te Gomisi tani, por do dalim jashtë sepse këtu do fillojnë punën. Dhe unë nuk dua që të dëgjojnë tani se çfarë do flasim. Bile po shkojmë këtej. Dhe po thosha, ajo që më ndodhi mua, parmbrëm është vërtet e çuditshme. Unë do t'ja u tregoj sepse unë jam i bindur që shumë prej jush do gjejnë vetveten atë që do t'ju them. Dhe po postojmë sepse po shikoj që ka zhurmë këtu. Dhe po thosha që ajo që më ndodhi mua, unë ishim për darkë me disa shok, në fjalë familjar si ne. Mirë po, teksa po flisnim aty, gjatë darkës, një çift që kishim 9 muaj pa e takuar, një çift shokët tanë. Njëri prej tyre kishte kohë që donte edhe kërkon që të shkoj të bëj ski, dhe i pëlqejnë skit. Dhe për fat, me një fjalë, ne kishim shkuar këtë vit, pra si familje, unë me shoqe dhe me fëmijët, shkuam për të bërë ski. Mirë po, mua nuk është se më pëlqen shumë të shkoj të bëj ski. Të them të vërtetë, mua do më pëlqente për shembull të shkoj në Brazil, apo në një vend tjetër, që është më i... se po marrni telefon. Dhe apo në një vend tjetër. Dhe po thosha, në atë moment, duke folur me këtë zonjën, pra shoqen e saj, bashkëshortja ime, kjo i tha, mua tha, si tha keni, është ere dyta, po ere dytë që po shkojmë i thashun, se ne i pëlqejnë fëmijëve tanë, thash, pra ne e bëjmë për fëmijët. Dhe hypi xhelozia që nuk e di, po unë e ndjeva me njëherë, me fjalë, sepse mënyrën se si po flisë, po tha, të vesh më ski, tha, kushton shumë para, po ne ato që marrim gjatë gjithë vitit, me fjalë, heqim, kursejmë kaq shumë, sa që të shkojmë të bëjmë ski, i tha i me shoqe. Dhe nuk e ke iden, tha, sepse kur kthehemi pastaj, tha, do fillon jeta, tha, akoma me vështirë. Sepse situata është ajo që është. Dhe kjo, sikur i hypi xhelozia kësaj gruaje, po kaq shumë, sa që ajo insistoi, ka folur për 1 orë, vetëm për punën e skive. Mua më pëlqejnë skit, unë isha aty, isha këtu, kur kam qenë atje, dhe fliste për para 10 viteve. Dhe që i pëlqente shumë, tha, unë do të dëshiroja, tha, po kushton, ande këte, dhe prap të njëjtat gjë, të njëjtat fjalë. Nejse, u ngritëm aty, mbasi mbaroi darka, u ngritëm nga tavolina, pim diçka aty, dhe erdhi ora që duhet të iknim, ishte ora 10, për afërsisht, 10:20. Hipa makinës dhe eci. Nuk kam ikur as 3 kilometra, u qa goma. 3 kilometra, një grop kaq e vogël. Me fjalë, trashësia e gropës kaq. Unë po i them tani atë çka më ndodhi, isha bashkë me familjen. 4 veta në makinë, plasi goma, ndoshta sepse nga rëndesa, qoftë makina, por qoftë edhe ne, plasi goma, unë ngrita unë, me njerë, bënte ftohtë. Binte edhe pak një ves, ishte natë, e ngrita me kriko, ndonse ata me gjithë që ishin aty brenda, filloi me atë krikon, ashtu bëra ujë në djersë aty, ftohtë ishte, fakt më dhem qafa, dhe si përfundim e ndrova me atë rotinon, atë rrotën e eskortës që kisha. Dhe hipa makinës, unë nisëm, i thash, duke buzëqeshur, u thashun e patash me njerë, thashun, brenda 15 minutave e bëra unë, i thash, e ndrova gomën. Nuk kaluan as 800 metra, nuk kam bërë 800 metra, qa 800 metra, më pak, 500 metra. Kur u qa dhe goma e eskortës. Unë gomën e eskortës, mbaj mend që e kam përdorur para 1 vit e gjysmë, 2 vitesh, sepse e pash pak të butë dhe nuk doja që ta gomën e originale, dhe nuk doja që të kishte problem goma, dhe që bëra unë, thash, po e heq, thash, që ti ke me këtë dhe që ta korrigjoj, thash, që mos ta çaj fare. Dhe bëra mirë që e hoqa. Pra e kisha përdorur para 1 viti. Dhe
të qash dhe si u qa jo, po ta shikoni, u qa komplet goma eskortës. Komplet. Cop është bërë. Me një fjalë është bërë fije, sikur nuk e kuptova. Tani, e zëm që, goma e parë ishte ajo, originalja u qa nga vendi, ku kalova, pra nga ju gropa e vogull. Po kjo, eskortës, që përveç se ishte e kisha përdorur para një viti, po unë nuk e kam lënë në diell, sepse makina është në garazh. Që po ta lësh në diell, ndoshta makinën, ajo ngurtësohet, pastaj me kalimin e kohës çahet. Megjithatë, si është e mundur që brenda një nate, pasi biseduam, si thash, me këta shokët tanë, dhe kjo zonja këtu që u bë xheloze, ose si mund ta them unë, që është kaq entuziaste që kur foli për që ne kemi qenë në ski, që ajo dëshiron kaq shumë të jetë në ski. Dhe si përfundim, pas këtij eventi u ndodhi kjo. Pra u çan 2 goma. Për ju, a është syri keq apo jo? Të njëjtën gjë, pra e njëjta gjë më ka ndodhur në vitin 2009. Dhe në vitin 2009 ishim për darkë në periferi të Romës, ishim për darkë, dhe ishte një iluzionist. Nuk doja t'ja u thosha, sepse e kam mik, jemi shok, por nuk doja t'a thosha. Dhe ky iluzionisti, kur i fola me një fjalë që në atë kohë punoja shumë, sinqerisht punoja shumë, ai ndoshta u bë xheloz dhe unë thash që unë do ta mbyll këtu, thash. Pra, do ta mbyll, ishte momenti që do e mbyll, thash, karrierën time këtu, thash, që ta mbyll me sukses. Ishte viti 2009, fakt 2010 e mbylla. Dhe pasi i kam folur për këtë, kur i thash për numrin e spektakleve që kisha, unë thash që para vitit 2003 thash kisha arritur, thash unë, mira spektakle, mbi 3000 spektakle. Mere më tani thash. Si më tha muaj 3000 spektakle, çfarë thua, e di thash do të thotë, e di shumë mirë thash, por nuk janë 3000, do të bëj llogarin thash. I bëra llogarin, ishin shumë 3600 spektakle. Dhe ai ndoshta nga xhelozia, nuk e di. E njëjta gjë më ka ndodhur atë natë. 2 goma. Goma e makinës, pra originalja, dhe goma eskortës që ishte pothuajse originalja, pra nuk ishte një gomë kështu nga këto gomat e vogla. E para gomë e godita në cepin e trotuarit. Kurse tjetra u qa, nuk di se si u qa. Brenda një nate. Tani, këto që mbaj mëntun, pastaj mund të ndodhë dhe gjëra të tjera që unë nuk i kam fokusuar, por doja t'ju pyesja juve. Pse thuhet që ekziston syrizi dhe a ekziston syrizi dhe në qoftë se ju ka ndodhur juve? Çfarë ju ka ndodhur? Mund të më thoni, ju lutem, sepse nga ju mësoj. Dhe ndoshta në këtë argument duke diskutuar së bashku diçka mësoj mes njëri tjetrit. Tani, syri keq, a ekziston dhe nëse ekziston, çfarë historisht ju ka ndodhur juve që mendoni se dikush ju ka patur sy të keq? Pres komentet tuaja. Hajde, ditë të mbarë ju përqafoj. Shiko, di vetëm një gjë. Këtë e di. E di sepse e kam lexuar edhe te pleqët e vjetër shqiptar, por më kanë thënë edhe këtu. Në qoftë se ke syrin e zi, e vetmja gjë është e para një që duhet kesh hudhra me vete. Duke di mbani ju apo jo, por një hudhër në xhep duhet ta kesh. Pse hudhra? Ju si thoni. Hudhra është konsiderohet si mund të themi, si bima e djallit, dhe është kundra ti, me një fjalë. Dhe tjetra, duhet të lutesh. Pra, lutja është, më mendoj që pika kyçe. E di që do kush nga ju do thotë, këto janë gjërat prapambetura. Por si do qoftë, këto janë gjëra që ndodhin. Dhe unë mendoj që diçka të vërtet ka. Pres komentet tuaja. Ditë të mbarë, ju përqafoj.